Mirë, në këtë pjesë të programit, si që bëra me dije përpara publicitetit, do të flasim për paqen fiskale, por duke marrë shkase edhe nga raporti fundit i Fondit Monetar Ndërkombëtar. Ka theksuar se paqja fiskale minon progresin në administrimin tatimor, rrezikohet qëndrueshmëria fiskale po ashtu. Në fakt, shumë ekspert në vend kanë qenë kundër paqes fiskale, të etiketuar si të tillë, por në fakt bëhet fjalë për një amnisti fiskale, nuk është bërë me dije as lista emërore e përfituesve, por më në detaje diskutojmë me ekspertët që kam kënaqësinë të kem në këtë pjesë të programit, Eduard Gjokutaj nga Altax, ekspert ekonomie, dhe po ashtu zonja Romina Radonshiqi, eksperte pedagoge ekonomie. Shumë kënaqësi t'ju kem në këtë komunikim. Faleminderit për kohën. Kënaqësia ime. Zoti Gjokutaj, si e shihni këtë raport të Fondit Monetar Ndërkombëtar? Ne në fakt e kemi diskutuar së bashku edhe kur ishte nisë me qeverisë, tashmë e kaluar së bashku me buxhetin, edhe paqja fiskale. Si e shihni, si e vlerësoni raportin e Fondit Monetar Ndërkombëtar? Në një kontekst ku Shqipëria vlerësohet pozitivisht për rritjen ekonomike, edhe pse ajo nuk është me qasja fatgjatë për disiplinën fiskale dhe stabilitetin makroekonomik, FMN-ja në atë çfarë ka bërë si raport, e veçon paqen fiskale si një element problematik në arkitekturën e politikës fiskale. Çfarë do të thotë? Kjo nismë ofron falje detyrimeve shtatimore me njëri nga ligjet, por edhe lejon rivlerësim preferencial të pasurive financiare. Pra këto janë ato çfarë është përmbledhja e asaj çfarë thotë FMN-ja. Pra, e vendos të shqetësim në një kuadër më të gjerë, në ç'kuptim. Shqipëria, sipas FMN-s, ka nevojë të ruaj amortizim fiskal, që do të thotë përballë presioneve të ardhshme si demografia, mbrojtja, siguria në tërësi, klima e të tjera, kërkojë reforma strukturore të ardhme dhe jo masa të përkohshme lehtësuese. Pra, e shikon si një rrezik sistemik për arsyen se së pari jep një sinjal të gabuar në moszbatimin e ligjit apo për atë që quhet në gjuhën fiskale pajtueshmërinë tatimore të tatimpaguesve me ligjin. Nga këndvështrimi i FMN-s, paqja fiskale krijon një asimetri, si të themi, midis tatimpaguesve korrekt dhe atyre jo korrekt, dhe kjo dobëson nxitjen për pagesë vullnetare nga njëra anë, përforcon pritshmërinë për mos respektimin e ligjit për pritshmërinë të amnistive të ardhshme, dhe nga ana tjetër, si një shqetësim i dytë, është minimi i atyre që janë reformuar deri tani apo reforma administrimit tatimor, që e para investimet e bëra institucionale ndërvite, si digitalizimi apo fiskalizimi, analizë e riskut, kontrollet bazuara në inteligjencë fiskale dhe financiare, të gjitha këto, nëse borxhi fshihet ose rivlerësohet në mënyrë preferenciale, atëherë efektiviteti i këtyre reformave bie dhe kthehemi në pikën nga ku u nisën. Dhe së fundmi është efekti i tyre i kufizuar në aspektin e asaj se çfarë duhet të ndërtosh me sistemin, pra me arkitekturën fiskale, ndërsa mund të përfitohet disa të ardhura afat shkurtra, nëse mund ta quajmë të përfitimin të madh në raport me koston, nga ana tjetër edhe një rregullim formal të bilanceve, pasi presupozot gjithmonë pa e paragjykuar do të rregullohen bilancet të deklaruara keq, por nga ana tjetër çfarë ndodh? Ndodh ajo që kostoja afatmesme dhe afatgjatë është më e madhe se sa përfitimi, sepse baza tatimore realisht nuk zgjerohet, ajo është problemi më i madh për tatimet. Pajtueshmëria strukturore apo ajo çfarë lidhet me zbatimin e ligjit dobësohet siç e përmendëm. Dhe nga ana tjetër, transparenca fiskale që është shumë e rëndësishme për besueshmërinë e sistemit bie. Pra, thënë në mënyrë të përndeshme, ajo e vendos këto në kontrast të drejtë për drejtë me objektivin strategjik të Shqipërisë që kërkohet qëndrueshmëri, kërkohet institucione të forta dhe integrim evropian. Zonja Radonshiqi, si e keni parë ju mënyrën se si qeveria e argumentoi paqen fiskale, teksa listohen një sër problematikash nga ekspertët e së fundmi edhe nga Fondi Monetar Ndërkombëtar? Në fakt, qeveria këtë e konsideron si një, le të themi, si një mënyrë apo si një marrëveshje midis biznesit dhe qeverisë, që më në fund duhet të arrijë një paqe dhe vetë bizneset me vullnetin e tyre të lirë të deklarojnë. Çështja është që jemi 2025, 2026, 2027, pra çfarë do të ndodhë për sa kohë ne akoma mendoj që jemi akoma në start. Pse e them në start? Çdo vend apo çdo biznes e ka të qartë që duhet paguaj. Po çfarë po synon qeveria në vlerësimin tuaj me paqen fiskale? Urdhëroni? Çfarë po synon qeveria përmes paqes fiskale? Patjetër që qeveria së pari po synon të bëj, unë mendoj që po synon të bëj një amnisti me kusht, me idenë që ato të cilët
10 vite, pra mbi 10 vite nuk kanë pas mundësi atyre t'i zerohen, ndërkohë që këto që kanë 5 deri në 10 të kenë një reduktim me qëllim që të mbledhin disa targje. Por çështja është që çfarë mësimi jep biznesit, se problemi është që ato bizneset, cilët kanë pas probleme me pagimin e taksave, ndoshta dhe me vullnet lirë apo ndoshta dhe pa vullnet lirë, domethënë e kanë bërë nga problemet financiare që kanë pasur ato, apo ndoshta dhe me dashje, i bie që ato përsëri ndoshta të mos edukohen financiarisht, edhe pse synimi i qeverisë është të formalizojë. Pasi ato janë mësuar, është njësoj, pra në Shqipëri jemi mësuar që të kemi amnisti të vazhdueshme, qoftë dhe të rivlerësimi pronave. Dhe çështja është që jemi një vend që do të futim në Bashkimin Evropian, dhe sa kohë do të vazhdojnë këto politika që ndonjëherë duket sikur diskriminojnë ato bizneset cilët janë të rregullta, ndërkohë që në politika fiskale ne dim shumë mirë që pa diskutim, paqja apo amnistia i diskriminon ata që kanë qenë të rregullt pavarësisht vështirësive që mund të kenë pasur në aktivitetin e tyre. Po patjetër që duket po i diskriminon, ndërkohë që palën tjetër diskriminon pozitivisht. Mendoj që do t'ishte mirë që të kryej edhe këtë vit, pra këtë vit të bëj edhe këtë herë sepse ajo do të zgjasi, por uroj që të mos ndodhi më, sepse shqiptarët ose më saktë bizneset shqiptare dhe janë mësuar duke ndodhur shpesh amnisti të tilla, pasi do ta kenë më të vështirë se të futin në Bashkimin Evropian dhe e vetmja gjë që s'mund t'i shmangemi dot më janë sistemi tatimor. Një vend që kemi një sistem tatimor para politika fiskale të favorshme dhe për biznesin, po nga ana tjetër për çështjen e se sa paguajnë bizneset, pra u pa që duhet një paqe fiskale që të stabilizojë. Ndërkohë që po ta shohim, krau i punës taksohet më shumë, ndërkohë që tatohet më shumë, ndërkohë që ne cilët jemi individ në tregun e punës jemi më të përgjegjshëm, paguajmë se duhet paguajmë në vërtet. Ndërkohë që biznesi që ka dhe marrë taksohet puna në raport me dividendin, e kemi diskutuar shpeshherë. Zoti Gjokutaj, sipas analizës që bën në zonja Radon Shishi, duket se do të jetë e fundit nëse si amnistia apo si paqe, nëse Shqipëria do të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian deri në 2030. Gjithsesi ka pasur disa të tilla ndër vite dhe akuzat kryesisht nga ana opozitës në rastin e fundit, pra të kësaj etiketuarës paqe fiskale, lidhen në mungesën e transparencës. Sa para do t'i mungojnë buxhetit dhe për kë po bëhet kjo amnisti, kjo paqe fiskale, cilët janë përfituesit? Atëherë në reagim të asaj dilemës së parë nëse është e fundit apo jo dhe ajo çfarë lidhet me integrimin evropian mund ta stopojë, kjo nuk është një kazus, pasi Itali, Greqi, Spanjë, Portugali dhe shumë vende të tjera me një administrim të tillë që u ka çaluar, pasi amnistia bëhet për shkak edhe më së shumti të çalimit, të mos funksionimit mirë të administrimit, por ato kanë bërë amnisti fiskale të mirëfillta me tematik, pa tematik, pra mund t'i ke bërë për prona, mund t'i ke bërë duke qenë pjesë e unionit. Pra, nuk ka lidhje me integrimin evropian, siguria nëse do ketë. Pra, nuk besoj që kjo është e fundit. Aq më tepër që procesi i integrimit të Shqipërisë ka nisur, por të besojmë që do ndodhi në 2030, pasi shumë gjëra mund të ndodhin rrugës. Së pari ne duhet merrem me atë çfarë ndodh tani dhe jo çfarë mund të pritet të ardhmen. Vim tek paqja fiskale aktuale. Sa para i mungojnë buxhetit dhe cilët janë përfituesit? Po pikërisht, ajo çfarë unë përmenda më përpara ishte gjua zyrtare e FMN-s. Ndërkohë gjua e ekspertëve vendas ku përfshihem dhe unë ndërta në lidhje me atë se si neve e ndjejmë tasmën në aspektin e asaj se bizneset që këshillojnë, bizneset që asistojnë dhe ato çfarë janë pritshmëri natyrisht që interesi i bizneseve është t'u falin sa më shumë. Por çfarë ndodh? Ndodh që momenti kur bizneset kanë situata të pafundme lidhur me mënyrën se si i kanë raportuar të ardhurat, tatimet në vetvete i kanë kapacitete të tilla që nuk garantojnë qëndrueshmëri dhe siguri për ta zbatuar korrektisht, pasi korrupsioni në shumë nga faljet fiskale të kaluara, janë 4 falje fiskale në dekadën e fundit, e ka zhbërë gjithmonë pasi i njëjti mekanizëm ka qenë të paktën për fshirjen dhe pastrimin e regjistrave fiskale. Dhe ndërkohë, në momentin e përfitimit, është vendosur një kriter. Aty ku duhet përfitohet më shumë, në fakt është vendosur kriteri i xhiros
mbi 14 milion lek e lartë qarkullim janë përfitues të faljes fiskale. Natyrisht do presim udhëzimet për të parë modalitetet se si kjo do bëhet e zbatueshme në detaje, por ajo çfarë lidhet me përfitueshmërinë, në fakt 80 deri në 85, mos më shumë, e bizneseve janë poshtë këtij niveli të qarkullimit. Pra, do të thotë që pjesa më e madhe të timpaguesve bie ajo e interesit publik. Nuk përfitojnë. Nuk përfshihen. Po kush përfitojnë që ta thoni më kuptueshëm për audiencën? Përfitojnë ata të mëdhenj, ata me lidhje me qeverinë. Më lejo ta sqaroj, nuk përfitojnë nga ajo marrëveshje e paqes fiskale, marrëveshja që bëhet me evazionistët, jo nga fshirja e regjistrave. Për fshirjen e regjistrave për detyrimet pa paguara në kohë kuptohet që përfitojnë. E kisha fjalën për këtë që është amnisti e pastër fiskale dhe e cila u adresohet atyre që nuk kanë dashur të paguajnë tatimet dhe që janë evazionistët, që quhet marrëveshje e paqes fiskale. Nga kjo nuk përfitojnë këta tatim pagues. Pasi nga sa duket, risku ose ajo çfarë ka marrë në analizë administrata dhe qeveria i konsideron si jo evazionist kategorinë më të madhe të bizneseve. Pra i konsideron si deklarime të bonuara, pa aftësi paguese dhe të tjera. E qartë. Ju përmendët 4 falje fiskale apo amnisti në dekadën e fundit. Kjo është e pesta apo jo? Po. Dhe a janë përsëritës, a janë përfitues ato që do të përfitojnë tek kjo e fundit, tek paqja fiskale, edhe në amnistitë më parshme? Është shumë me interes të dihet kjo. Pa dyshim që ka se periudat janë të mbivendosura me ato çfarë ka pasur periudha falje edhe në amnistitë më përparshme. Natyrisht që është më e vështirë në kohë. Pra, zoti Gjokutaj, apo synohet të mbështetet një kategori specifike e bizneseve në Shqipëri përmes këtyre amnistive të përsëritura? Po nuk besoj se është plotësisht kjo, pasi në radhë të parë neve duhet të kishim një debat shumë të gjerë për të kuptuar se pse janë krijuar këto borxhe tatimore dhe më së shumti topi i ngelet administratës tatimore e cila ose nuk ka zbatuar ligjin për të mbledhur detyrimet, ose ka vendosur detyrime tatimore përmjet kontrolleve vlerësimeve nga zyra dhe elementë të tjerë të egzageruara me prani të elementeve korruptive dhe natyrisht ka arritur koston e bizneseve të cilët mund të jenë për gjykata, mund të jenë për procedura apelimi dhe e gjitha këto meriton të analizë se amnistia nuk do të fshihet në regjistrat e tatim-paguesve, por edhe të tatimorëve. Pra do të fshi ato tatimorë të cilët kanë abuzuar me ligjin. Nuk kemi një moment të tillë që ligji vendoset në ekuilibër për atë që ka shkelur ligjin e ka keq përdorur nga ana e administratës tatimore të marrë dëshkimin e dur. Duhet ishte kjo amnisti që ta bënte edhe këtë lloj balancimi pasi i jepen shumë mësime me këtë rast. Në momentin që kjo bëhet më së shumti për të fshirë regjistrat dhe për të qenë në rregull në kuptimin formal, statistikor me administrimin, pra nuk kemi borxhe tatimore, por në fakt nuk kemi zgjedhur problemin se metodologjia e riskut vazhdon të ngelet po ajo dhe nuk besoj se do provojmë më mirë pse u fshin ca regjistra. Ajo çfarë përmenda më herët që pajtohemi katëciklisht dhe ne baza tatimore që është problematika më e madhe dhe treguesi më i mirë i administrimit tatimor, nuk tenton të zgjerohet me këtë, pra nuk e prek. Dhe më së shumti kjo nuk merret me probleme tatimore, po merret me një defekt të asaj çfarë ka ndodhur në të kaluarën me qëllimin që të amnistoj tashmë edhe tatim-paguesit, por dhe administratorët e kompanive të cilët mund të kenë deklaruar me qëllim më pak dhe natyrisht ata përfitojnë nga kjo amnisti dhe të mos harrojmë që në mungesë të një liste edhe pse u deklarua së fundmi që ka një listë, gjë që unë nuk e kam parë ende të listë, në mungesë të transparencës, natyrisht që procesi ka dyshimet e veta kur ne e dim që ligjet tu nuk zbatojnë ashtu siç thuhen, por ka tendenca preferenciale thënë kjo dhe me gjuhën e Fondit Monetar, me që ne besojmë më shumë Fondin Monetar. Zonja Radonshiqi, pse nuk po bëhet transparencë plot për këtë proces, për paqen fiskale? Duke qenë se edhe sikur të kishte transparencë, në fakt për paqen fiskale vetë fakti që disa paguajnë dhe pra rregullisht, dhe disa mund të rinë 5 vite, 10 vite pa paguar dhe duhet presin kohën që të kenë amnistira apo të kenë reduktime të le themi të pagesave, kjo mbetet për të parë. Unë mendoj që ka momenti që qeveria të jetë ndihmë për biznesin, por jo duke falur duke krijuar pra amnisti fiskale, por duke ndihmuar biznesin, ndoshta me kredi ku vetë qeveria të jetë garant,
apo me lehtësira fiskale, po jo me amnisti fiskale, se në momentin që krijon amnisti fiskale, atëherë këtu dashje pa dashje kemi cënuar barazin. Dhe si është përcjell një vendimarrje e tillë nga përfaqësues të shoqatave të biznesit në Shqipëri? Nuk e dëgjova? Si është përcjell, si është komentuar ky vendim i qeverisë për paqen fiskale, tashmë në fakt ka kaluar në parlament nga përfaqësues të dhomave apo edhe shoqatave të ndryshme të biznesit që operojnë në vend? Unë mendoj që shoqatat e biznesit nuk prisin amnisti fiskale, sepse ka shumë biznese në cilët ndodhen vështirësi, për shembull rasti eksportuesve, dhe ka vite që ato kërkojnë lehtësira duke qenë se ndjehen vështirësi dhe nuk i kanë gjetur. Unë mendoj që këtu duhet qeveria të ndihmonte shumë sepse do rregullon dhe bilancin tregtar. Shohim që eksportuesit tanë nuk janë më aq shumë konkurrues në tregjet ku ato, le të themi, shesin produktet e tyre. Ndërkohë që vjen një paketë fiskale që patjetër që shkosur për qeverinë, sepse janë para që duhet i mbledhte, ndërkohë që nuk i mbledh. Nga ana tjetër do të mbledhë një pjesë, por nuk është thjesht ndonjë përfitim i madh në të hyrat fiskale, mendoj unë. Ndërkohë, për tatim paguesit e rregullt, zoti Gjokutaj, çfarë mund të bëhet në situata të tilla kur për abuzuesit, shkelësit e ligjit, vazhdimisht në Shqipëri aplikohet një amnisti? Po tatim paguesit e rregullt në fakt ndihen tashmë të tradhtuar nga kjo lloj politike, se natyrisht në momentin që dhe në fakt po nxitet kultura e mospagesës me amnisti të përsëritura. Nga ajo çfarë ne kemi kontakte dhe ajo çfarë ju mund të dëgjoni edhe vetë, pasi të gjithë shprehin opinionin e tyre në mënyra të ndryshme, natyrisht që lindet drejta për shembull që ai që ka paguar në kohë, të jenë marrë parat, të jenë përdorur, po ndërkohë shërbimet publike me këto para janë marrë vetëm nga njëri krah dhe janë dhënë në të dy krah. Dhe të evazionistët i kanë përfituar në formën e ndryshme, për mos thënë që një pjesë e mirë e tyre mund të jenë klient shpenzimeve të buxhetit. Dhe ndërkohë do thosha që e gjitha kjo krijon pikërisht atë lloj pabarazie e cila me vete natyrisht diskutoj që do i nxjisi dhe ata të gjejnë mënyra, por përgjithsisht ai që është aty paguesi rregull nga përvoja brenda vendit, me aq sa është krijuar një traditë dhe përvoja ndërkombëtare ngelet i rregull. Ndërkohë me evazionistët gjithë bota nuk i trajton as me paqe, nuk ka raste të tilla, as me mënyra të buta, pasi këta presupozohet të jenë një pakic. Nëse këta janë shumic, atëherë i bie që administrimi tatimor nuk ka qelluar në shenjë. Dhe me evazionistët ka vetëm një gjunjë e fortë të ligjit, duke e çuar deri në nivelin e trajtimit si një krim tatimor. Natyrisht që këtu ne nuk po bëjmë këtë, po bëjmë komplet të kundërtën, dhe tatim paguesit të rregullt më së paku të paktën do rrinë të shikojnë se do e marrin mësimin e dur apo jo politikanët për të kuptuar që ai që është evazionist ngelet evazionist në mentalitetin e tij, pasi janë para përgjithsisht që vijnë nga burime të dyshimta, por nga ana tjetër ka të bëjë me mënyrën se si këto do ndikojnë në ekonominë e ardhshme. Të mos harrojmë që duke u hutur në përbilance, formalizimi i tyre do krijojë një deformim në mënyrën se ku këto para do të investojnë. Pra kush biznese do të përfitojnë më shumë nga kjo amnisti, si do të pastrojnë këto para nëpërmjet rivlerësimit të pasuriave financiare dhe çfarë do t'i bëjnë në tërësi asaj që është arkitektura ekonomike. Pra, mundet të deformojnë me gjasa edhe atë pjesë të administrimit deri tani që ka qenë në pajtueshmëri me ligjin, pasi dihet që kultura fiskale turiste do të nxitet lehtësisht në momente të tilla. Duke marrë rastin tashmë që ne jemi në një situatë të qëndrueshme fiskale, pra qeveria nuk kishte arsye, pasi në momentin kur ti ke një situatë të qëndrueshme fiskale, normalisht duhet të jepje një tjetër lloj qasje, duhet të jepje qëndrueshmëri. Sekundërisht e premtuar në fakt që nuk do të ketë ndryshime të theksuara, ndryshime të forta për disa vite të paktën. Nuk ka arsye. Ndërkohë, pritet të ndryshojë diçka në qasjen e administrimit tatimor në vijim, zonja Radon Shiqi? Mendoj që besoj se do të ndryshojnë si qasje, pasi dhe qeverisë është të mbledhur hyra e për më tepër. Pra, deri tani, duket se ka pasur problematika për mënyrën se si kanë funksionuar. Është çështje mungese e burimeve njerëzore, e profesionistëve, apo në fakt edhe mënyra se si operojnë ato her pas here me selektivitet?
sa i përket njësive tregtare? Unë mendoj që është kjo e treta. Në fakt, shpeshherë dhe nënpusë administratës tatimore mund të bëjnë marrëveshje të fshehta midis biznesit apo zgjedhje selektive dhe ndoshta kjo është një nga problemet më të mëdha që ndoshta dhe nënpusë administratës tatimore duhet të kenë dhe ato një individ që t'i mbikëqyrë se sa transparent janë ato apo sa mirë e kryejnë dhe ato punën. Pra madje performancës dhe e tyre apo dhe administrata tatimore duhet të kuptoj që në momentin që ka evazion informalitet është performancë e ulët e administratës tatimore. Pra, në momentin që ka mundësi të bëjë evazion apo informalitet, sidomos që biznes shqiptar dhe jo europian, e bën biznes europian e jo më në Shqipëri, do të bëjë gjithmonë. Pra, duhet një administratë tatimore më e fortë. Nga ana tjetër, ideja e kësaj paqes fiskale është që të uli informalitetin dhe evazionin fiskal. Por siç tham, për sa kohë falin individ cilët janë pjesë evazionit fiskal dhe informalitetit, atëherë kjo nuk është se është një mësim i mirë për to. Ndoshta mësimi i mirë shqiptarët e kanë gjithmonë, qofse vendos një gjob, nëse vendos penalitete, pra shqiptarët janë mësuar nëse kanë penalitete dhe gjoba, aty e marrin, le të themi, leksionin apo mësimin e mirë. Ndërkohë që në momentin që kam një, patjetër që situata do të vazhdojë po e njëjtë. Shumë kënaqësi t'ju kisha në këtë komunikim. Faleminderit për kohën tuaj. Do të shkojmë në një hapësirë publicitare, kthehemi pas pak me të tjera zhvillime.